Qytetarët e Kosovës nga muaji maj do të paguajnë 16% më shtrenjtë energjinë elektrike. Vendimi i marrësën nga bordi i zyrës së rregullatorit për energji prek të gjitha kategoritë e konsumatorëve në vend. Ky shtrenjtim ishte paralajmëruar muajin e kaluar nga ZRE, kishte reagime të shumta nga bizneset, subjektet politike, opozitare dhe qytetarët, madje kishte edhe protesta. Ndërkaq për këtë propozim shtrenjtim ishin bërë 499 ankesa prej qytetarëve. Gjatë mbledhjes së bordit, drejtuesit e ZRE-s nuk është se dhanë detaje për ngritje të tarifave. Kërkesa ka qenë diku rreth 447 milion euro, mirë po pas kërcimit të statit, në këtë proces kemi ardhur në vlerën prej 435 milion euro, pas diskutimeve që kemi pasur me gjitha partit interesit. I kemi 4 shkaktarë që kanë ndikuar në rritjen e kostit të shërbimit, domethënë janë ndryshimet në kostet e blerjeve të energjisë elektrike nga furnizuesi me shërbim universal, ndryshimet në kostet e blerjes të energjisë nga operatori i sistemit të shpërndarjes. Nuk ka çdo pyetje që keni mundi më dërgoj me shkrim, unë i përgjigj. Salut gjitha media, me na mirë kuptuar me qenë se për shkak të privatësisë, kalojmë në seancë të mbyllur dhe vazhdojmë me pika tjera të analitikës. Derisa presidenca e Kosovës e kundërshtoi propozimin e ZRE-s, Ministria e Ekonomisë tha se rritja nuk duhet t'i prek anvisërit që konsumojnë më pak se 800 kW. Zyra e rregullatorit të energjisë do të sjellë valë të re shtrenjtimesh në treg. Buka, produktet e qumshtit, kështu nga disa produkte, mund të kushtojnë më shumë në muajt e ardhshëm. ZRE kësaj rritje është referuar edhe në bazë të kërkesës së kompanive energjetike. Nisma asnjë cent më shumë ka paralajmëruar padi ndaj vendimit të ZRE-s. Kujtojmë se kjo rritje e tarifave është për herën e tretë brenda 3 viteve të fundit.